Prej 31 vitesh, prindërit Tofik Elirie Meta nga fshati Homeshi i Shupenzës në Bulqizi janë në kërkim të djalit të tyre. Ylberi ishte vetëm 16 vjeç kur mori rrugët e emigrimit. Ai ishte nisur së bashku me një mik të familjes drejt shtetit fqinjtë të Greqisë, por humbi kontaktet me familjen vetëm pak kohë pasi kishte arritur në Selanik. Me dhimbjes së madhe të humbjes së birit të tij, Tofiku thotë se prej më shumë se 3 dekadash nuk mori vesh asgjë për djalin e tij. Tash historia e djalit tim është e ditur nga shumë njerëz që ikun kur vetë dhe ai nuk u kthi. Në vitin 94 ka ikë, në 4 qershor të 94. Iku me një mikun tonë shpis. Ai ne 3-4 më kthi, kurse Ylberi nuk u kthi. Kam bërë ballë refugjat nga të gjitha. Nuk ka taku njëri. Ai kur iku në autonominë të Selanikut. Aty si bënja 2-3 muaj kishin kapë edhe u kthi. Arrinja 3-4 net edhe shkon. Në autonominë të Selanikut ka qenë duke punu. E kur ka hik me këtë mikun prapa aty ka shku. Miku më thënë drejtën, që do 2 fjalë tha, më lodhi kratë, si nga ka shku tha, nuk e di, edhe me kaq që e mbylljet, më bet, që unë se kom pita si njëherë kur më, nuk shkon me miku në shpis, nuk dyshoj ta, fjalë për një rast fatkeqësi të madhe. Me slotësh në sy, me foton e djalit në dorë, nëna e Ylberit ka një apel të madh për të gjithë shqiptarët që jetojnë në shtetin grek, e sidomos për ata që jetojnë në zonën e Selanikut, ku mendohet se Ylberi jetoi për disa kohë. Ajo kërkon të zbulohet nëse djali i saj, që sot duhet të jetë rreth 47 vjeç, është akoma gjallë. Unë bëj thirrje të gjithëve, kush ta shoh, kush ta njeh, në të na lëmëroj. Se u bën gjatë fort. U bëni kohë shumë e gjatë. Në lëmërën, kush ta din, ne ta të lutëm shumë, pële inshallah më bëj thirrje të gjithë medjes, më na e gjrekoni, gjithë jeni familjare, gjithë keni fëmijë, se di. Megjithse kanë kaluar shumë vite, prindërit e Ylber Metës shpresojnë që të marrin lajmet e mira për djalin e tyre.